Një burr po kalonte pranë një elefanti dhe befas vuri re se në këmbën e tij ishte lidhur me një litar. Nuk kishte as zinxhir dhe as kafaz. Elefanti në çdo kohë mund të tërhiqte këmbën dhe ta këpuste litarin, por në fakt ai rrinte aty pa lëvizur. Burri pa instruktorin e elefantit aty pranë dhe e pyeti se si shpjegoi që elefanti nuk ikte. E po u përgjigj ai, që kur janë të vegjël, ne i lidhin një litar të këmba që të mos ikin. Ata bëjnë tentativa dhe e kuptojnë që nuk e këpusin dot litarin. Kur rriten, janë të mësuar me këtë fakt dhe besojnë ende se nuk e këpusin dot litarin. Prandaj nuk përpiqen fare. Burri u mahnit. Këto kafshë të forta mund të fitojnë lirinë në çdo moment, por nuk e bënin këtë gjë vetëm sepse nuk kishin besim te vetja. Ashtu si elefanti, shumë njerëz ngecin në rrugën e jetesës dhe nuk i japin drejtim vetes vetëm sepse dikur kanë dështuar. Dështimi është pjesë e të mësuarit. Nuk duhet të dorëzosh asnjëherë.